Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Allah, ti në librin tanë madhështor në Kur'anin fisnik the, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ne gjithë sesi do ju sprovojmë me diçka për frigës, për urisë, për paksimit të pasurisë, të paksimit të antarëve të familjes, të paksimit të bereqeteve, jepi myshde durimtarve. O Allah, banorët e Gazës, krejt kjo që ke përmend se me to kemi sprovu njerëzit i ka godit. Andaj, o Allah, jepi myshde për zgjidhjen e kësaj gjendje të vështirë. Tani, shpejt dhe zbrit mbi ta, kujdesin tanë, faljen tane, mshirën tane, ndihmën tane, përkrahjen tane, triumfin tane, fitoren tane. O Allah, krejt kjo që ke përmend, atë i ka godit. E ti ke thonë, besheri sabirin, jepi myshde durimtarve. E ata, krejt tyre sprovave me një sabër të jashtëzakonshëm i kanë ndetë përballë. Andaj, jepu atyre, krejt ato gjëra që jep sabërlisë, me fitore, me triumf, me përkrahje, me ndihmë, me mshirë, me shpërblim. Ngrit gradat lartë dhe largohu të gjitha gabimet dhe mëkatet që kanë bërë, pastroj dhe jepu fitoren këtë botë dhe gradat larta në xhenet ya Rabbel Alamin. O Allah, ndihmoj popullin e Gazës. O Allah, forcoj kampt e tyre. O Allah, bashkoj rastet e tyre. O Allah, pranoj dëshmorët e tyre. O Allah, shëroj plagosjet e tyre. O Allah, forcoj zemrat e prindërve që kanë dhënë fëmijë, atyre që kanë shkatruar pasurinë. O Zot, shkatroj agresorët sionist. Planet e tyre bëri shkatrim për ta, kurthet e tyre bëri shkatrim për ta, ya Rabbel Alamin, sa më shpejt në jep ditë të bardha, ditë gëzimi dhe fitore për muslimanët e Gazës dhe për gjithë muslimanët e botës dhe njerëzimin përgjithësi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.